إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Të gjitha falenderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall. Atij takon falenderimi fillim e mbarim. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pos Allahut Azza wa Jall, I cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi është robi I Allahut dhe I dërguari I Tij. Salavat dhe selamet e shumë të dërgojmë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Vllazën të nderuam, ju këshilloj juve dhe veten time me frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe të angazhohemi në punë të mira, në vepra të mira, me shpresë që Allah Azza wa Jall na pranon punë të mira, të na falë e të na mëshiron. Jemi në muajin Shaban, ky muaj I cili paraprin muajit të madh të Ramazanit, por që edhe ky muaj e ka vlerën e vet dhe veçoritë e veta. Kanë ardhur disa hadithe të cilat na flasin për vlerën e këtij muaji. Prej tyre, thot Usama radhiyallahu anhu, e pyeta të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, thash ja Rasulullah, lem araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu Sha'ban. Thot e shoh ja Rasulullah që nuk ka muaj që agjeron aq shumë sa agjeron muajin Sha'ban. Atëherë thot mu përgjigj dhe tha, ky muaj është muaj në mes muajit Rajab dhe muajit Ramazan, e që shumica e njerëzve janë të shkujdesur. Nuk e vlerësojnë mjaftueshëm, nuk ja dinë rëndësinë. Sot në këtë muaj ngriten veprat tek Allahu Azza wa Jall, Zoti I botëve. E dëshiroj që kur të ngritet vepra ime, të jem agjërueshëm. Do të thotë, ky është muaji në cilën ngritet vepra vjetore e besimtarit, edhe çdo njeriu. Në lidhje me këtë hadith dhe hadithet që flasin për ngritjen e veprave, Ibn al-Qayyim rahimahullah thot, në muajin Sha'ban thot ngritet vepra e njeriut ajo vjetore, që ka bën gjatë gjithë vitit. Pra ky muaj është muaji I fundit për nga ngritja e veprave, do me thonë prej muajit vitit kalum, për Ramazan deri në këtë muaj ngritet vepra jote, o robi Allahut, ngritet e Zoti I botëve. Ndërsa vepra javore sot ngritet ditën e ajtë dhe të hane, duke mbështetur gjithsesi në hadithet profetike që një prej tyre do ta cekim më vonë. Pastaj thot vepra e ditës ngritet në fund të ditës, ende pa ardhur nata, dhe vepra e natës ngritet në fund të saj. Do thot veprat e njeriut ngriten në kohë të ndryshme, pra ajo ditore dhe ajo natës, veprat javore, veprat vjetore dhe në fund, sot kur vjen afati I fundit I njeriut, pra vjen ejeli, vjen vdekja, sot mbyllet libri I tij dhe ngritet e gjithë vepra e tij lart. Andaj nuk ka dyshim se njeriu duhet përpjeket që tek Allahu Azza wa Jall, kur ngritet vepra e tij, të jetë vepër e mirë, vepër që e don Allahu Azza wa Jall, vepër e cila shoqërohet me besim dhe iman, dhe të ruhet nga çdo gjë që e rrezikon shkatrimin e veprës ose shëmton atë. Më saktësisht, në muajin Sha'ban, veprat kur ngriten, se do ngritja e veprave lidhet të ngushtë me faljen e Allahut Azza wa Jall, që do ta përmendim më vonë. Mirë po në lidhje me këtë muaj, ka ardhur hadithi tjetër që saktësisht flet
për natën e mesme të këtij muaji, që njihet në popull edhe me natën e Beratit. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall i shikon krijesat e tij natën e mesme të muajit Shaban dhe i fal të gjitha ato me përjashtim të atij që i bën shirk Allahut azza wa jall, pra është pabesimtar, dhe atij që është në armiqsi me vëllai e vet. Është por ngatërres me dikon. Andaj njeriu duhet të ruhet nga gjitha veprat e këqija. Po sidomos nga këto dyja. Dhe dietarët kur e përmendin se cila është urësia, pse në këto hadithe në mesin se veprat këqija ka shumë, pse në mesin e veprave të këqija janë veçu këto dy vepra. Shpjegojnë dhe thonë se shirku e shkatron lidhjen e robit me Allahun. Në moment kur njeriu i bën shirk Allahut azza wa jall, i bën shok Allahut, adhuron dikon tjetër pas Allahut subhanahu wa taala, ai e ka shkput ose ka shkatruar lidhjen mes tij dhe Zotit të tij. Dhe armiqësia, ngatresa, zilia, këto gjëra i shkputin lidhje të shëndosha që duhet të jenë mes robëve, mes teje dhe të tjerëve. E kjo është e kërkuar prej besimtarit, këtë lidhje, raporte të mira me Zotin e tij, me Allahun, dhe të ketë raporte të mira me njerëz të tjerë. Atëherë, nisur nga këto dy hadithe që u cekën, po përmendin disa mësime që duhet t'i marrim nga këto hadithe nga muaji Shaban. Mësimi i parë që marrim nga kjo është të nxitojmë në tobe, në kërkim falje. Njeriu duhet ta shqetësoj fakti që vepra e tij ngritet lart dhe ashtu pranohet apo nuk pranohet. Një pjesë e madhe aty në veprave janë mëkate, janë gjunohe. Nështë ana duke çështje e lehtë kjo e para, kush i bën shirk Allahut, ne jemi musliman, jam besimtar edhe e hjek prej rënit ditës këta. Kjo është shumë e rrezikshme. A nuk është ajo që mas shumë ti neve na rrezikon shirku i msheft, që është syfacia? Shirku i msheft, syfacia, e cila mund na prek në çdo vepër, në veprat më të mira. Namazin duke fal njeriu, agjërimin, nëse e shfaq ato dhe paraqit para tjerëve, sadakon, e çdo vepër tjetër të mirë. Po mos harrojmë edhe anën tjetër se njeriu mund t'i bën shirk Allahut azza wa jall edhe pa vedi, pa dijen e tij. Ka bën mëkatin, meqense se pa dijen e di mëshirën e Allahut, faljen e tij, mirë po pejgamberi sa na ka mësuar që të kërkojmë nga Allahu azza wa jall na fal edhe shirkun të cilën mund ta bëjmë pa vedi. Andaj njeriu duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Nga shirku, nga mëkatet, po të shoqëron gjitha veprat e tij dhe jetën e tij ta shoqëron pendimi. Pendimi është obligim për njerëzit në çdo kohë. Allah thot në Kur'an: "O tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Pendohuni tek Allahu që të gjithë, o ju besimtar, që të arrini shpëtimin. Që të gjithë. Andaj, njeriu duhet të jetë i kujdesshëm se gjithë herë të kërkon faljen Allah subhanahu wa ta'ala. E sidomos këtë muaj të kërkon faljen Allah azza wa jall, që me shpresë që vepra e tij të pranohet dhe mëkatet e tij të falen. Mas kësaj, që ndërlidhet patjetër ngushtë me këtë, është që këto hadithe tregojnë mëshirën e madhe të Allahut azza wa jall. E që njeriu s'duhet ta humbë shpresën në mëshirën e tij dhe të kërkon me ngulm mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sot ditën e hanë dhe ditën e ajt, pra thamë ato 2 ditë kur ngritën veprat javore, sot hapen dyert e xhenetit. Hapen dyert e xhenetit. Dyert e mëshirës Allahut azza wa jall. Sot dhe falet çdo njeri i cili nuk i bën shirk Allahut azza wa jall, përjashtohet pa besimtari. Pra çdo besimtar falet me përjashtim të atij që është në ngatresë ose armiqësi me vëllain e tij. E i thuhet ata dy priti. Priti derisa të pajtohen me zveti. Çka ne me kuptu kjo?
Kjo hadith dhe shumë hadithe tjera, shumë ajete tjera që flasin për mëshirën e Allahut. Se Allahu o rob nuk të ka kriju me denu. Që kjo është bindja ka herë disa njerëzve. Kur i shohin ligjet e Allahut, vendimet e Allahut. Allahu nuk të ka kriju me denu. Allahu të ka kriju me të nderu, që të jesh rob i Allahut është nder për ty. Që të jesh i pastër nga ana jote e brendshme dhe me punë të mira, me vlera të mira, kjo është nder për ty. Dhe në fund shikoje mëshirën e Allahut, i cili e din gjendjen e robit dhe e din që robi është mëkatar. Mirë, po don ta fal. Allahu ka kriju me të fal, Allahu ka kriju me të fut në xhenet, jo me denu. Është tjetër ai pastaj që nuk don tjetër veç se xhenemin. Siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, krejt ymeti im do të hyjnë në xhenet, veç ai i cili nuk pranon. Thënë ja Rasulullah, kush është ai që nuk pranon? Thot kush un pason mu hyjnë në xhenet, kush un pason mu s'po pranon. Andaj mëshira e Allahut është e madhe. Kërkojmë mëshirën e Allahut. Kërkojmë faljen e Allahut subhanahu wa taala. Çështja tjetër që mësojmë nga këto hadithe është çështja e besimit. Çështja e tauhidit është çështja më e rëndësishme dhe më parsorë. Allah azza wa jalla shumë qartë në Kur'an përmend: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allahu nuk fal atë që i bën shirk Allahut. Kjo është mëkati që nuk falet. E pas ti me fal, mëkati ja fal kujt don sa don çka don. Ama kjo është mëkat që nuk falet. Atë ruje tauhidin ton, ruje besimin ton, ruje imanin ton. Kur i përmend pejgamberi se mëkatet më të mëdha, shtat mëkatet e mëdha të parën e përmend shirkun. Atëherë ora be Allah të ruje besimin, nuk i gjon më të vlefshme se sa besimi dhe imani jot. Duke u përfshi mas pari besimin në zemër, bindja jote, veprat e zemrës, pastaj veprat e gjuhës, shahadeti dhe veprat tjera, e pastaj namazi, agjërimi dhe gjitha veprat tjera të mira, të cilat janë pjesë e imanit dhe besimit dhe me të cilat e bëjmë tauhid Allahun, e njësojmë Allahun dhe adhurojmë vetëm Allahun një. Edhe e fundit për mësimeve që do t'i përmendi këtu dhe gjithsesi nuk është e fundit që nxjerrët nga hadithet e pejgamberit sa, është cilëtërsia që duhet ta kem në dashurinë për njëri tjetrin, në afërsinë me njëri tjetrin, në ndihmën me njëri tjetrin. Jo në urrejtje, jo në armiqësi. Normal jemi njerëz, mundem për diçka të mos pajtohemi, ndoshta ndonjëherë edhe të krijojnë situata jo të mira, mirë po njeriu japet një afat. Çka thon para 3 ditë. 3 ditë mas 3 ditë i ndalohet besimtarit për çështje të dunjas, për çështje të kësaj bote, për çështje që të mos i flet vëllat të tij. Andaj jemi njerëz, mund të hatrohemi, mund të gabojmë, duhet ta falim njëri tjetrin. Po megjithatë e keni kohë ku mund e monat zemrimin tënë edhe atë. Mirë, po ajo nuk duhet kalohet më tepër. Sepse më sa më miri për aty në 2 personave që kanë mos pajtim është ai i cili fillon me përshëndetje dhe me selam. Lësë Allah subhanahu wa ta'ala në bën jetën tonë të lavdishme me besim, me njësim të Allah të Azogjel, me vepra dhe punë të mira, në arun nga shirku dhe nga çdo mëkat, na falë Allah Azogjel me mëshirën e tij të gjitha gabimet që i kem, qoftë ato të dukshme, ato të fshehta, të mëdha, e të vogla, ato që i bëjmë me vedije dhe pa vedije. Lutja Allah Azogjel na fal neve, prindët tonë, gjithë besimtarë që kanë rruar jetë para neve, e të na bashkon në xhenetet e larta, atje me njerëz më të mirë, me pejgambert, me të sinqertit, me shahid dhe me besimtarë të mirë. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa. E falenderojmë Allah subhanahu wa ta'ala, salavat dhe selame dërgojmë mbi të dërguarin tonë. Vllazër të nderuam, nga hadithi fillim që u cek pam se si pejgamberi alayhis salam këtë muaj ka shtu shumë nga agjërimi. E që kjo përveç se këto vepra ngritën këtë muaj dhe ka dashur që veprat të ngritën tek Allah azza wa jall duke qenë ai agjërueshëm, është edhe rëndësishme se është një përgatitje për muajin e madh të Ramazanit. Pra muaji i Ramazanit po i paraprin dhe po përgatitet, muaji i agjërimit po përgatitet me agjërim. Po ashtu me Ramazan është muaji i Kur'anit. E muajin Shaban për selefit ka ardhur që e kanë quajt muaji i kurrave, lexuesve të Kur'anit, çaq shumë që mirë me Kur'an. Përgatitje për
për Ramazan që të merrem me Kur'an. Ramazani muaj i sabrit, do të përgatitem këtë muaj me sabër. Ramazani është muaji i namazit të natës dhe taravive, të shtojmë me rekate para vetrit ose mas jacije. Kështu që përgatitemi me vepra të mira, me punë të mira për muajin e madh i cili po afrohet, muajin e Ramazanit. E ta kujtojmë atë muaj, e të gëzohemi atij muaji që po afrohet. E të kemi mall për atë muaj, për shkak se padyshim Allah ka përgatitur shpërblime, mirësi e begatit mëdha në atë muaj që lusim Allah azza wa jalla na bën prej atyre që e mrin atë muaj dhe e shfrytëzojnë atë muaj në mënyrën më të mirë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammedin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.